Top fare. Në Top Albania Radio. Alo? Alo? Alo, Alo? alo, koleg. Po koleg. Po Gjon, Po të dëgjoj shumë mirë koleg sepse tek ty do vija, tek Shqipëria paralele, sepse në krye të lajmit sot një qytetar i la vendin e parkimit dikujt tjetër me buzë në gaz. Po e keni dëgjuar drejt, një akt qytetarie që ka tronditur rrjetet sociale, opinioni publik, madje dhe vet banorët e Bathores. Për më shumë shkojmë menjëherë pra në këtë lidhje të drejtë për drejtë me kolegun ton. Koleg, çfarë ka ndodhur? Ti aty pranë, çfarë ishte ai veprim? Çfarë ishte ai gest, koleg? a ishte gjesti më i bukur botë, Angelo. Gjesti më i bukur botë, Angelo. Po edhe fryma po më merret se kam vrapuar tani që të jemi direkt këtu live. Po. Parë se çfarë ka ndodhur. Jemi ekskluzivisht apo jo? Po, siç e më thon, ti se je në radio, po siç e dëgjon. Po. Ka prohorima, jemi pranë zonës së 21-shit, nga Bathore jemi shpentosur për në 21 dhe një qytetar ka kaluar, ka parë një vend parkimi bosh, Po. dhe pastaj ka ikur. Jo, koleg, një minutë, ti saksojmë disa gjëra se ne jemi me të vërtet live siç e the ti dhe raportimi duhet të jetë i sakt. Pra, ke gjetur një vend parkimi bosh, pa karrige, pa bidona, ujë, vaj ulliri këto? Shishe, loj mos nxeh. Shumë i sakt, pa karrike, pa bidona dhe pa frigorifer madje. Po frigorifer ç'na? Se tani kanë filluar të vendosin edhe frigorifer, se është më i rënd për t'u lëvizur, plus merr edhe ndonjë birr ku të duash, ndërkohë që pret sa tirohet vendi. Po. Gjithsesi, qytetari ka gjetur vendin bosh dhe ka thënë, po iki. Po ja lë dikujt tjetër se gjynaf. Gjithë këta banor lagje ku do parkojnë? Edhe ka ikur. Ja, e pamundur. E pamundur mirë, po ky veprim nuk është pritur mirë nga vetë banorët e zonës. Pse çfarë bën ata? Kanë të tronditur. Po. Disa banor kanë dalë në balkon me pijama duke pyetur me lot në sy. Po pse mor vlla, pse? Po na thuaj pra, si ka reaguar komuniteti, ne për këtë jemi më shumë të interesuar. Por vetë se të tronditur kanë shpërthyer në protesta, Angelo. Banorët kërkojnë që rasti të hetohet. Jo, e pamundur. Një zonjë nga kati i tretë ka thënë, po mirë mor djalë, sot e lirove ti, nesër e liron dikush tjetër. Ku do e çojmë gjithë këtë hapësirë? Ndërkohë një tjetër banor është shprehur, kështu fillon, sot të liron parkimin, nesër të liron trafikun, pas nesër taksat, po pse çoj jemi ne në Finlandë? Pa, e drejtë, ke të drejtë kolega, ata njerëz ftohtë, ndërsa ne jemi Ballkanas, na zjen gjaku apo jo? Pikërisht dhe kështu banorët janë ndarë në dy grupe. Po? Një grup është mbledhur dhe po proteston. Ja. Pse? Na janë tha duart ne, zgjem do të vetë vend ne, u bëre ti të na lirosh vend ne, çfarë duket vetja ty? Po, të drejtë ke. Jo, nuk e kam me ty, kështu ka thënë. Pra burr, pa ti ndaje pra se mendova se po mflisje mua, tash. Jo, po jam dhe unë se jam përfshirë në emocion tani. Okej. Vetëm dëgjoj të përtitura protest. Nga ana tjetër grupi i dytë kërkon, o zot, lutem mos shty se jemi live. Çka? Po. Grupi po shtyen njerëz. Po shtyen, a? Po. Grupi i dytë kërkon që vendi i ngjarjes të shpallet monument kulture. Boratin, bravo. Firmat po mblidhen. Angelo, një minutë pas firmosën. Po Jula, si do firmosësh re se s'ka dalë rroga akoma, pa hajde këtu. Edhe një pyetje të fundit kam unë, a ka fituar Partizani derbin me Tiranën nga Shqipëria paralele apo jo? Erdha. Jo, po firmosim që qytetarin që liroi vendin e parkimit duan ta shpallin deri kombit. Vetë presidenti është duke marrë me këtë çështje. Jo. Po, ka i presidenti burr që jepte kështu dekorata pa limitë burr. Është tjetër. Po pra, e di kush është? Apo bashkohesh ti me atë gocën që s'e di? Bashkohem edhe unë, po ai tjetri jepte dekoratat për art. Këta po japin për hero pune. Po policia, është aty policia, ka ndërhyr policia, ka marr masa mbrojtëse. Ku shkoi policia? Policia thon detyrën. Policia ka mbërritur me një herë në vend ngjarje, fillimisht për të ndaluar qytetarin sepse nuk kishin mësuar me raste të tilla. Por sapo kuptuan që s'kishte shkelje, u njoftua presidenca për ta dekoruar. Në këtë moment, qytetari ka menduar se po e arrestonin. Edhe ja ka mbathur me të katra e ka ikur me vrap. Po vetë qytetari, çfarë do ta patë mundësinë që ta takojë, ka reaguar? Ke mundur ti marrësh një intervistë, koleg? Po zure ngushtë. Jo, po të liroj, po të liroj. Akoma i tromaksur sepse kur u larguar nga vendi i ngjarjes, policia filloi ta ndiqte që t'i jepte dekoratën e çmimit. Po? Ai shkëti mendoi se bëri ndonjë faj. E vrap ai, vrap policia. Vrap ai, vrap policia, deri sa e kapën. Zotri than, në emër të popullit. Jo, mos e thuaj atë se na fike.
Pikërisht as policia nuk e tha si rat fikët atë. Aha, mirë. Koleg, të falenderoj për këtë lidhje universale, platonike me Shqipërinë paralele, ku hapet një vend parkimi dhe askush nuk e zë. Falenderoj shumë. Në fund të muajit hajde të marrësh likuidimet dhe të përshëndes. Ja pra mish, liroj një vend parkimi. Faleminderit. Hajde me të mira. Ja pra mish, ishim me kolegun Juli nga Shqipëria paralele dhe është edhe për të qeshur edhe për të qartë tani, të jetë një vend i lirë dhe askush mos ta zër, pra të mendoj për tjetrin. A thua vallë po bëhemi dhe ne popull nordik. Të gjitha këto pyetje do të marrin përgjigje, por tani do të ikim në muzikë sepse DJ Vini është ende nga krau tjetër për t'ju bërë juve këtë mbrëmje shumë të bukur. Nuk më vjen ta bëj, jemi rikthyer fort, po të thoj, jemi rikthyer. Po. Tani. Or no. Ti do bësh rozën, Normal. Xhekun ma lemu. Po më ka dal nami muska. Në rregull? Roz. Po. Je gati për të dalë? Po. Prit sa të lyhem pak Jack. Eja Roz, lëre të lyrën. Sa ti ku do shkojmë do na iki fytyra fare. Do ikim të shohim për shtëpi, Roz. Te liçeni? Oh, Jack, vdeksha unë për ty. Gjithmonë kam ndëruar shtëpi me pamje nga deti, por edhe nga liçeni nuk është aq keq. Roz, atë derasën që kishim, e ke humbur ti? Jo, Jack, pse? Po se më duket sikur e ke mangut një, Roz, kështu si po flet. Shtëpi me pamje nga liçeni, thot. Po ati ka ajër të pastër, Jack. Ka ajër të pastër, Roz. Po kur të marrësh vesh çmimet, s'do kesh nevojë për ajër më. Mirë, Jack. Po te komuna e Parisit, aty ka fjerak, Jack. Roz, Urdhëro. atje edhe Qiraja ka pasaport franceze. Po te kodra diellit, Jack. Të gjithë që punojnë në media atje janë Jack. Po, Roz, po ti punon kinema, jo në media. Dhe atje do digjesh më shumë se dielli, Roz. Do ikim andej lart. O Jack, Ka kino studio. Jack. Po. Mos më bëj filma mu. Kino studia, thot. Ua. Jo fix kino studio, po pak më ndej majtas. O jo, Jack, jo! Ke drejt. Jack, po më majtas kino studios është tu fina. Nuk dua të vdes, Jack. Unë i shpëtova mbytjes. Ti u mbyte, Jack, u shpëtova ti, po më qanë tu fina. Mos qaj tani se... Jam mirë. Mos qaj se më prek edhe mua ashtu. Mirë, Jack, jam mirë. Do mbytemi, Roz. Por të do mbytemi. Po inshallah një 70.000 euro, Roz, jo më shumë. Shesim Titanicun, Jack. A nuk marrim kredi si thua, shesim O, Roz! Po Titaniku s'është i yni, e ka regjizorja të ne thjesht na kishin rras brenda. Po pse i këm aq larg? Shkojmë këtej afër. Ka më shumë facilitete, apo jo, Jack? 3.000 euro metri katror në një zgëshje ku as yjet nuk ishe. Qyqja, Jack. Po mua aq më bën një e re, jo apartamenti. Themi, Roz, ikim në stir. Pastir. Po aty s'ka lidhje fare me yjet. S'ka lidhe me hyjet, po ka lidhe me trafikun. Po ç'të bëj unë vdes dhe në Tufin nuk vi. Oh, Roz, Unë jam tifoze e Tiranës. Jo Tufin, te fresku. Te fresku? Oh, Roz, te fresku. Atje naftohet xhepi nga çmimet. Jack, unë jam gati të zhytem për këtë dashuri që ne kemi bashkë. Zhytu, Roz. Hiqi çfarë ke. Se në fresk që nga trafiku i kush flak, Roz. Kështu që kthehemi më mirë për Tufin. Aty ka qetësi, ka Jack, pamje, ajër të Çfarë pastër. ky miushi? Po na flet në vesh një miush. Janë puseta dhe, Roz. Tufina është opsioni më realist. Mirë, Jack. Oh, shiko, një burr pa flok. Po vjen drejt nesh, Jack. Arrin ta shikosh? Jo, Mirë mbrëma. Jeni duke kërkuar një apartament special. Dua t'ju bëj një çmim kasko. Është i mirë s'po bëj siguracion për apartament. Po të lutem tani zotri, sepse ti më ke ardhur në një moment shumë deciziv që është një çmim okazion. Në fresk. Sa është ky okazioni? Vetëm për 438.000 euro ti e merr këtë pamjen e bukur. Më kupton, ke gjitha ato facilitete, ke freskun afër, ke dhe DJ Vinin afër, e kupton apo jo? I ke të gjitha këto facilitete. Apo nuk e do? Roz? Jo, Jack, nuk më pëlqen fresku. Unë më mirë iki në Tufin se sa në fresk. Ikim Tufin. Qetësoje zonjën të lutem i dashur dhe hajde një Jo, ditë më jo. telefono, unë jam agent yt imobiliar dhe ti do të marrësh Në rregull. Po ne do ikim Tufin se na pëlqen oferta atje. Paguaj një herë dhe e ke për herë. Në rregull, Jack. Ikim në Tufin. Oh, Roz. Bye bye. Ku? Te një këngë e harruar.
Po është e harruar, pra e ke harruar. E kemi gjetur. DJ Vini ka heq plurin e gjitha. Respekte për Dhe DJ ka Vini. gjetur, kemi shkundur plurin dhe na ka kap Dora një këngë të Top Fest 4 në vitin 2007. Angelo, sa vjeç ishe ti atëherë? Shpejt. 8 vjeç, po Ej, kjo është kënga që ka kërcyer Cristiano Ronaldo. fiksi ishte koha kur Shpat Kasapi dhe Blero ishin seks simbolet e Shqipërisë. Po, koha kur Justin Bieber i binte masës me lug. Koha kur berberat bënin hire kur kërkonin modelin e Shpatit, po ulnin qepenin kur kërkoi modeli i Bleros. Pse? Po sa si edhe kur, se ban me çka pas tove. Okej, për të gjithë nostalgjiksit dhe nostalgjikset, ne tani kemi ardhur në fund të pjesës parë. Do t'ju lëmë në shoqërinë e Falma, ndërkohë në pjesën e dytë kemi të ftuarin i cili po pret që të ngjitet, edhe ai është një nostalgjiks. Kemi Erion Korinin, po vetëm pas pak. Ikim DJ Vini.